Një vit më parë, televizioni 6+1 Vlora përcolli zërin e qytetarëve banor të fshatit Babice Vogël për ndërtimin e një rrugë të re, e cila do të ishte aksesueshme dhe do të lidhte pikërisht këtë fshat me bypassin. Tashmë punimet kanë nisur dhe duket se zëri i banorëve të kësaj zone nuk ka rënë në vesh të shurdhët. Fillimisht ata kërkuan ndërtimin e një rotondo në hyrje të fshatit Babice Vogël, pikërisht me zonën ku bëhet lidhja me bypassin, por duket se projekti është devijuar nga kjo rrugë që po ndiqni pamjet në ekran. Gjithsesi, është një zgjidhje shqetësimit për banorët e Babicës së Vogël. Një vit më parë, banorët e Babicës së Vogël ngritën shqetësimin në televizionin 6+1 Vlora për mungesën e aksesueshmërisë në rrugën e bypassit, por edhe për aksidentet automobilistike që mund të ndodhin në këtë rrugë që ju po ndiqni në ekran. Pikërisht, ky zë duket se është dëgjuar tashmë dhe ka nisur një projekt i rëndësishëm që do të bëjë të mundur një rrugë të re që do të aksesohet dhe do të përdoret nga banorët e zonës për të hyrë dhe për të dalë nga ky fshat, duke zgjidhur njëkohësisht edhe atë çështje problematike që ata ngritën me shqetësim. Rruga përfundimisht do shpëtojë, sa atje është aksident. Është zgjidhje kjo? Ne është zgjidhje. Kur në maroj rrofshin që e bën, detyrim e kanë se me lek paguaj. Më mirë vosa kur, hajde më pas. Aktualisht është hapur i gjithë bazamenti i rrugës dhe shumë shpejt do të nisë edhe asfalti për të bërë të mundur më pas aksesueshmërinë e tij nga banorët e Babicës. Investimi ishte i domosdoshëm pasi shmange dhe aksidentet rrugore, ndërsa tashmë e bën këtë rrugë me një hyrje dinjitoze. Pritet që rruga të ketë edhe ndriçim rrugor.